Përshëndetje Erion, mirë se keni ardhur në Solo Intervista. Çfarë mund të thoni diçka për teknikën tuaj dhe përvojën e gjatë që keni tashmë në gdhendjen e drurit? Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën që i kënaqësi për mua që do bëj bashkëbisedë me ju për artin dhe për artizanët. Atëherë, sa vite keni që merreni me gdhendjen e drurit? Tashi kam diku te 25 vjet, në një shkëputje prej 6 vitesh që emigrova në Itali, po pastaj u riktheva dhe rifillova përsëri gdhendjen e drurit. Rikthimi ishte gjithmonë diçka me hapa më të mëdhenj, më të sigurt, sepse në fillimet ishin gdhendje artistike në mënyrë artizanale me gjëra të vogla. Kurse tash kam punishten time që bëjnë gjërat më të mëdha, më serioze, do të themi kështu. Thonjza. Dhe tash kam prej 10 vitesh që kam një punishte që realizojmë gjëra me fjalë nga mobilje dhe mëdha, ikonostase dhe mobilje në porosi. Gjithashtu dhe skulptura, kur ngelet koha ose dëshira, pasioni është gjithmonë aty. Realizoj dhe skulptura që marr pjesë në për ekspozita të ndryshme. Gjithmonë kjo është kënaqësia ime personale për skulptura, nuk është se varet me to. Skulpturat janë dru? Po, janë vetëm dru. Vetëm dru. Unë jam përkushtuar, jam dedikuar drurit dhe është materiali për të cilët unë kam komplet pajisjet, linjën e përpunimit edhe kështu jam fokusuar më shumë te druri. Është materiali që unë përpunoj. Tash diçka për publikun, se po të futem ende nga punishtja nuk mbarojnë instrumentat vegle të ndryshme. Në sa lloje ndani juve drurin? Në sa lloje ndahet druri i gdhendur, i cili është për gdhendje? Kjo është pyetje që e bëjmë në njerë, por druri nuk ka një, ky dru gdhendet, ky dru nuk gdhendet. Drurin varet se çfarë do bësh. Supozojmë, ta themi me shaka, edhe kallemi mund gdhendet. Edhe plepi gdhendet. Varet nga forma që do. Për shembull, druri i përshtatshëm për mobilje, që gdhendet për mobilje, ai që është që hyn kudo është druri i aukt. Po. Pastaj është arra, kapanja, gështenja, lisi, të gjithë drurët gdhenden. Varet me konkluzioni, varet se për çfarë do ta përdorësh, ku do ta përdorësh. Mund të bëhet një skulpturë artistike që është një formë plot, mund të jetë edhe një dru që çahet, po çahet bukur, plasaritet. Çahet natyralisht. Po, çahet natyralisht. Edhe kemi parë kohët e fundit që ka të tavolina, njerëzit e kanë futur në mobiljet e shtëpisë, tavolina, suprina tavolinas, të çarë, bërë me rezinë, me fjalë. Gjëja është thjesht të gjesh drurin estetikisht bukur që të rri bukur në ambientin e shtëpisë. Kjo është e gjitha. Po përdoret edhe për instalacione skulpturë drurit në ambientet pjashme, po themi në shi, në diell. Po, përdoret. Pastaj asgjë nuk është e përjetshme. Edhe skulpturat e gurit gjithsesi në vetvete erozioni, koha i hapak, por dhe skulptura e drurit në park ka atë bukurinë e saj. Do dhe në ambientin e tij. Po natyral, po. Dhe në qoftë se natyra ndërhyn disi ka bukurinë e saj. Po atëherë jam kurioz di për pjesën e fillimit fare. Si keni filluar që të merreni me gdhendje? Atëherë, unë kam studiuar në liceun artistik të në Fier Jakov Zoza për skulpturë dhe me specialitet qeramik. Dhe mbasi mbarova shkollën, një rastësi u njoha me skulptorin dhe artizanin Ziso Musha dhe ai më dha ato mësimet e para të daltimeve, më kaliti daltët e para, më thoshte që si të gdhendja veja të punishte ti dhe kështu mësova diçka në fillim fare për si të gdhendja. Pastaj lindi pasioni. Fillova gdhendja në shtëpi, gdhendja ikona të vogla, lule të vogla, gjëra kështu, që
çuditërisht po shiteshin, kishte një çik kërkesë. Po. Dhe dilte ndonjë shpenzim i vogël. Fillova shkollën më vonë për restaurime për ashartin në Tiranë. Dhe atje unë njoha me njerëz që kishin kërkesë, donin ikona, gjëra të tilla. Dhe fillova po gdhendja edhe atje. Me fjalë, ose vija në fier, gdhendja. Dhe filloi u bë nga pasion u bë si profesion. Mbarova shkollën për restaurime për ashartin dhe fillova punë në Tiranë si gdhendës. Pastaj ishte koha që u shkëputa i Itali, dhe por gjithmonë i pasioni, dëshira, dhe atje kur kaloj para ndonjë dyqani me antike, mobilje dhe kështu të gdhendra, më të rriqte, ndaloja, e shikoja, më pëlqente. Gjithmonë ishte ajo dëshira brenda. Dhe një ditë bukur u ktheva me atë idenë që unë do ta ngre punishten, do t'i futem se puna ta ngre punishten dhe të shikojmë deri ku do ecë. Po deri tash shqyr punët kanë ecur dhe janë një pikë të mirë. Ju jeni tek ai mendimi, pra njeriu krijon mendimin dhe pastaj realizon. Unë i them dhe njerëzve dhe në qoftë ti duhet të shikosh një pikë diku larg në horizont. Objektiv. Dhe një objektiv dhe mundohu që t'i afrohesh, se sa do t'i afrohesh, Po. por në qoftë se ti e braktis rrugtimin për tek ajo pikë, normal që nuk do arrish, por në qoftë se ti insiston gjithmonë në mënyra të ndryshme që t'i afrohesh asaj pike, ti je i sigurt që një ditë do t'i arrish. Për çfarë do lloj synimi në jetë, kuptojmë, për profesion, gjëra. Pasion, po, mund të jetë pasion. Po. Ka njerëz që kanë dashur, që kanë qenë adoleshent të bëhen piktor, kanë pasur një rrjedhë jete, dhe kur kanë dalë në pension, e kanë pas akoma atë pasionin. Kanë bërë një kurs pikture, kanë bërë diçka, edhe në fund e kanë gjetur veten në 70 vjeç duke hapur ekspozit. Nuk e kanë braktisur atë synimin në jetë. Po. Janë bërë piktor, fotograf, e kanë arritur. Pa gjithmonë ajo që nuk duhet ta braktisësh rrugën që nis atë pikë synimi. Futet kjo puna që bën ti te veprat e artit. Puna, mobiljet për shembull. Po, ka mobilje që janë vepra arti. Po. I les kohët e fundit, shumë dizajner të mobiljeve i trajtojnë mobiljet si vepra arti. Të punuara me dorë. Po, të punuara me dorë, të punuara në sasi të limituar. Jo në mënyrë industriale. Një tavolinë nuk mund të shikohet thjesht si tavolinë, që këtu hahet bukë. Por ajo mund të ketë forma të ndryshme, mund të ketë dekore të ndryshme, një karrige, një koltuk, një tavolinë televizori, një pasqyrë. Po të futesh të udhëtosh pak në internet e shikon që ka dizajner që nuk i trajtojnë mobiljet e shtëpisë si mobilje, thjesht mobilje funksionale, i trajtojnë dhe më tej si vepra arti unikale. Juve merrni modelet të tjerëve, modelet gatshme apo krijoni edhe vetë? Tregu e dikton pak sepse kryesisht unë punoj me projekte të arkitektëve. Dhe vjen projekti i gatshëm me përmasa, me ngjyrën që duhet, me e diktuar dhe druri që duhet dhe unë realizoj. Kjo, me fjalë, ky është tregu, kjo është ajo që kërkohet. Pastaj ka dhe ata që shikojnë diçka në internet, të sjellin fotografinë dua këtë me këto përmasa, klientët, dhe ajo që është çik për tu që më vjen keq është se në qoftë se unë kam një dizenjo time, një diçka origjinale time, nuk është se paguhet, nuk i ka vlen fare që mund të hyj asaj pune. Të shesësh me çmimin e tregut, diçka unikale, të krijuar nga unë, të ideuar nga unë. Dhe për fat keq unë nuk e bëj, nuk e realizoj. Po, këtë e kompenson me skulpturë. Sepse këtu ka dhe diçka tjetër, kjo, me fjalë, unë nëse kam një ide për një tavolinë, e realizoj atë tavolinë, një fabrik mund ta kopjojë idenë time, e bën në seri dhe përfitimet nga kjo ide i merr ai, që është një fabrikë e fuqishme, nuk i marr unë. Dhe fatkeqësisht kjo është realiteti këtu në Shqipëri. Vete shikon për shembull nxjerrin këto firma prestigjioze, dizenjo të ndryshme dhe mobilerit i kopjojnë. Po. Se drejta autorit është akoma në hapet e para këtu në Shqipëri. Është hapur një zyre drejtave të autorit që ti mund të patentosh, të certifikosh idenë, dizenjon që ke. Me fjalë, por është akoma shumë shpejt me fjalë për të mbrojtur këtë gjëra. E shikojmë rëndom kur vjen nëpër dyqane, mobileri, gjëra. Këtu arrin në mënyrën më banale.
piktorët imitojnë, kopjojnë piktorët dhe hapin dhe ekspozita. Ose e shesin, po të vesh në për studia e piktorëve, e kopjojnë si një gjë normale, e kopjojnë pikturën e piktorit tjetër dhe e shesin. Jo pikturit që është gjallë, një piktori që ka vdekur, që është një pikturë të famshme. Por është një mënyrë e të mbijetuarit dhe të përshtatullit tregut, nuk është se njerëzit e bën me kënaqësi këtë gjë. Ajo kërkohet, ajo shitet dhe percepohet nga publiku. Kështu do bëjnë. Po meqense jemi tek realiteti shqiptar, çfarë mendimi ka Erioni sot për realitetin politik, ekonomik, social, edhe artistik në fund fare, se diçka prekën? Politik. Njerëzit fillojnë ecin rrugës, e fillojnë ankohen tortuari, rruga, ankohen për gjëra, janë gjëra që janë reale, me fjalë, kur tjetër thotë, ky tortuari sa i ngushtë ose kjo gjë, janë reale. Por njerëzit mos të harrojnë që tu ka varfëri ekstreme. Ai kur veten në fund asaj rrugës, ai që ankohet për atë tortuarin e ngushtë, kur veten shikon njëri që është futur me kokë aty te koshi i plerave dhe po ngacmon plerat për të mbijetuar. Po rrëmon aty në plera për kandaç. Ke për periferitë e qyteteve, por mos them në përfshatra njerëz që janë të varfër. Nuk kanë, me fjalë, nuk kanë asnjë lloj shprese për një të ardhme. Kemi varfëri ekstreme, na rrethon varfëri ekstreme. Dhe kur fillojnë njerëzit dhe ankohen për të patur çik mirëqenie, është si çfarë thuash. Ata kanë të drejtë sepse gjithmonë njerëzit kërkojnë që të jetojnë çik më mirë, që të kenë mirëqenie, por kjo varfëri ekstreme është e kot që ti të kesh luks kur ty të rrethojnë njerëz të dëshpëruar, të varfër. Është e kot. Mendosh dhe për art pastaj, ta shesësh artin. Po flasim për artin, për të shitur artin dhe idera mbi art. Se shesim dot, po. Po për artistin, sa e vështirë që të jetoj këtu në këtë, se pak a shumë e thatë ju, po si mendon, çfarë duhet bëj artisti, do përshtatet, do ndryshoj teknikën e krimtarisë? Kemi biseduar me kolegët, po artist që jeton me art në Shqipëri nuk ka. Është e kot që dikush të më thojë që filan piktor jeton me art. Ai filan piktor ose skulptor që jeton me art, që këta kujtojnë se ai jeton me art, punon në shtet, punon në zyrë, ka një biznes, ka diçka tjetër. Asnjëri këtu në Shqipëri nuk jeton me art. Të gjithë marrin kanë përfitime financiare nga diçka tjetër dhe pastaj artin e bën për pasion. U shitet, su shitet, hapin ekspozita e gjë tjetër, por është shumë e vështirë që këtu në Shqipëri dikush të jetojë vetëm me art, duke marrë vetëm me art. Po kemi një database ose një listë të këtyre artistëve që merren vetëm me këtë punën që bën ti, me gëzendje në Shqipëri. Nuk ka. Artizan, mos e them artizan që merren me gdhendjen e drurit ose të gurit, se janë shumë zeje që ushtrohen, dhe nuk ka një listë, janë bërë tentativa që s'mund t'i quash as tentativa që të regjistrohen artizanët e Shqipërisë. Dhe është për të ardhur keq që as tu në Fier nuk ka një listë të artizanëve të qytetit. U tentua njëherë që të bëj një listë, më mora dhe mua në telefon, vajte takova, dhe ideja ishte e mirë, po u la për gjysmë ai projekt. Dhe sa gjë e bukur do ishte, supozojmë, kur bëhen festat feste një maj ose panajir, në shesh atje të vënë 10 artizan me gjëra të ndryshme, punime të ndryshme dhe të vënë në shesh. Atë njerëzit, sepse është bërë në një mënyrë banale ta themi, merr fëmia del në shesh edhe çfarë bëhet? Shitet verë, ëmbëlsira dhe qofte. Po. Nuk shikon asgjë tjetër, dhe janë ato lodrat në muzikë. Kaq. Me vjen nuk përcillet kulturë. Konsum. Nuk përcillet kulturë. Për shembull, jashtë shtetit në Itali ka një listë që janë të regjistruar të gjithë këta artizanët.
Dhe e di bashkia që ne në qytetin tonë kemi kaq artizan. Ngrej ato tezga dhe merr në telefon, i thot, zoti filan, funksionojnë disa gjëra tjera, për shembull, atje bashkia nuk të merr taksën. Bashkia, këtu me fjalë taksën, ai thot, unë s'do ta marr taksën, por në filan datë, 3 herë në vit, unë duhet që ti të jesh prezent në shesh për të justifikuar këtë taksën që unë s'ta marr. Dhe në një farë mënyrë artizanit i bëhet mirë sepse thotë unë po i kursej këto lek, ai më fton 3 herë në vit të vete në shesh, unë ekspozohem dhe kjo vjen e mire për bashkët, edhe e komunitetit, edhe artizanit dhe e bashkisë që organizon aktivitetin. Transmetohet kulturë, nuk shohet tradita, sepse këto gjëra janë lidhur dhe me traditën. Tashti, nëse vinë fëmijët e emigrantëve nga Italia për të festuar vitin e ri në Shqipëri, vjen te sheshje dhe shikojnë ato lodrat si në Itali, nuk është se kuptuan gjë me Shqipëria ato. Por kur vinë ata shikojnë edhe disa punime, nuk është se ata vinë për t'i parë ato, po kur duke ardhur vit për vit dhe shikojnë që këtu pas ka një kulturë, pas ka diçka, punë artizanale, dhe ai i ngulitet diçka në mendje që do të vi prapë, po pas ka edhe këtu kulturë. Pas ka edhe këtu kulturë, sepse po bëhen gjërat, po huazohen tëra nga bota, gjithçka nga bota. Kjo ishte një projekt ligj që ka ngelur projekt ligj dhe nuk e dim se ku ka ngelur projekt ligji, që para 15 vjetësh, diçka e tillë, dhe projekt ligji ishte kështu në përresht. Thoshte që në qendra historike. Nuk do lejohen të shiten suvenire importi. Dhe kjo është gjë e mirë për artizanët, sepse supozojmë brenda në Berat, që është një qendër historike ose në Gjirokastër, ai thot shteti nuk të lejon të shesësh gjëra importi. Duhet të markuar. Vetëm suvenire të Shqipërisë. Dhe ç'ndodh, në këtë lloj mënyre i stimulon artizanët dhe tregtarin e stimulon që të vejë të marrë produktet e artizanët, por edhe artizani do ketë më shumë shitje, sepse bëhet një bashkëpunim. Tash veten edhe me qesharakja. Turistët që vinë tu në Shqipëri kanë filluar, kanë ardhur që nga Kroacia, Sloveni, Kroaci, Bosnjë-Hercegovinë, Mali, në Shqipëri, në Greqi. Dhe këta tregtarët e zgjuar nxjerrin pjata, gjëra, suvenire dhe u shesin në emrin Gjirokastra, Saranda, Berati. Është një pjatë që është. Ai është i njëjti mall me të njëjta ngjyra, me të njëjtat forma, me të njëjtat, me fjalë kuptohet, ai e njeh mallin që është që se blen fare. Dhe po më ka bërë çudi kur kam qenë në Kroaci, ishin ca gjëra të vogla të punuara me dorë, druri me dru ulliri. Dhe këta turistët çuditërisht vjenin blinin nga ato si ishin ndonjë estetik me fjalë madhe kështu, po ata e kuptonin që ajo ishte gjë origjinale. Gjithkund ku kishin vajtur nuk e kishin parë. Dhe merrin ato, ca emra, me fjalë ca germa, gjëra të tilla. Kishin syrin e mpret sepse i kishin parë shumë gjëra. Dhe kjo është çik kështu për të ardhur keq, po them se do shpresojnë të rregullohet. Po çfarë mund të shesi një artizan, po themi ne, gjëra të vogla, si del llogaria ti të shesi një objekt, për shembull rrumbullak katror, objekt gjeometrik me një gdhendje apo me një pikturë të vogël, 2000 lekë, 3000 lekë, 4000 lekë. Gjithmonë hyn çik në puna e makinerisë. Nuk mund ta bësh një suvenir të vogël të gjithë me dorë nga fillimi e fundit, sepse nëse se ajo do të duhen 2 orë për ta bërë, në fund fare nuk mund t'i marrësh 10.000 lekë. Po. Që nxjerri artizani ditën e punës. Ditën po. Edhe ç'ndodh, i presin me ndonjë sharri, bëjnë çik me lazer, çik me pirografi, gjëra të tilla që ndërturje teknike. Koston. Dhe pastaj ka dhe gjëra që kanë një vlerë çik më të lartë, por un kam vënë që në për panaire, në për këto festa dhe shotezgat, shiten shumë deri tek shifra me 500 lekë. Po. Këto suvenire shiten shumë sepse janë lekë të vogla dhe njerëzit e marrin edhe si për kujtim, për dhuratë, për shikon një gjë dhe e merr. Po kur pastaj fillon kalon çik vlerën, e çik e vështirë.
Dhe që ke vështirë, dhe ku kalon vlerën, kalon dhe madhësinë. Ata duan që ti marrin në çantë, mos të ngarkohen shumë, mos të kështu. Kurse gjërat e vogla deri në këtë shifër deri te 500 lekë, e blejnë. Se kanë problem. Dhe janë ato gjëra që ecin më shumë. Dhe po ti shikosh të gjitha tezgat në anës detit, ato që janë më të shumta se vetë gjëja natyrale, ku ka dyndje turistësh, aty do të jetë. Po ti shikosh ka shumica janë gjëra të vogla. Që njerëzit i marrin i fusin në xhep, futin çantë në pak lekë. Sa vite i duan në çantë si një të riu, një profesionist i të lirë, po themi, që të merret me këtë punë që merresh ti? Po që të arrijë një fazë që të ketë një siguri, një vetbesim tek në jo vetëm tek të drugdhënia, por në çfarë lloj artizanati, duhen të paktën 10 vjet, mendoj unë, që të ketë një stabilitet, të jetë i konsoliduar si artizan. Pastaj gjithmonë ka eksperjenca, përvoja nga të saj. Po mendoj se 10 vjeçar. Po është problemi shumë i të rinjve që nuk po i afrohen kësaj pune, po. Artizanate, përgjithësi. Dhe ishte një koleg, një drugdhënës italian, edhe ankoi në internet, në grup. Edhe thoshte, kemi problem se s'po gjejmë të rinj që duan të bëjnë këtë punë. Sepse ne, kështu Evropa perëndimore, edhe i shkruaj që nuk e keni vetëm ju probleme, keni është stili i jetës që po bëhet dhe të rinjt i duan gjërat shumë shpejt. I duan gati. Po. Sidomos kjo gjë që do përkushtim. Do të paktën për një gjë që ti do bësh, duhet të rish të meditosh se si do ta bësh. Nuk janë gjëra të gatshme. Që ti e di se si bëhet. Për një porosi që vjen, për një gjë që ti e imagjinon që ta bësh një objekt. Dhe sepse dhe koha sa po vjen edhe për njerëzit po bëhen akoma më dembel për to gjë. Dhe më thoshte një shok që merret shumë me internet, thoshte më përpara kur ishte Facebook, njerëzit donin 3 sekonda e gjysmë, dalonin në një faqe 3 sekonda e gjysmë, e shikonin, perceptonin çfarë kishte ajo faqja dhe e kalonin te tjetra. Tash ka arritur në 1 sekondë e gjysmë. Imagjino sa shpejt e duan njerëzit informacione. Në 1 sekondë e gjysmë ti nëse nuk e godet atë që po e shikon të publicitetin, të videon, të foton, nëse ti nuk e godet, e humbe. Në këto kohë jetojmë, ku njerëzit i duan gjëra të shpejtë, i duan të gatshme. Njerëzit ulen fast food edhe e duan atë gjën aty në pjatë. Nuk presi pa e menduar. Duan aty. Atëherë një këshill për të rinj, çfarë mund të jepni ju? Këta që merren me art. Është gjë e bukur, është të fal kënaqësi, por do durim dhe lum ai që ndjen kënaqësi me atë që bën, atë që realizon. Por siç e thamë, kohërat kanë ndryshuar. Tash edhe arti edhe futen bëjnë art modern, e duan ta bëjnë shpejt. Duan për një ditë bëjnë një vepër arti. Telajo, penelin, pam, u bë. Thyen rregull, po. Po, sepse ky është. Se si di rregullat. Po, sepse ky është arti. Po, arti ka disa që një vepër arti të ketë vlerë, duhet sa i e lodhur ti për atë veprën e artit. Sa e papërsëritshme është ajo vepër arti. Sa kohë është dashur ty për ta bërë atë vepër arti. Dhe këto janë gjëra që këto piktura, këto vepra arti që shikojmë tash, nuk i ka asgjë brenda. Sa e lodhur ti, po sa është lodhur, ai s'është lodhur fare. Po sa e ke menduar, po mendimi zero. Thjesht ti shikon një vepër arti që ai është lodhur gjysmore dhe shikon një goxha shkrim aty poshtë që më shumë është lodhur për shkrimin, për të përshkruar veprën e artit sesa për vetë veprën e artit. Ka ndryshuar shumë gjëra. Po të bëjmë pyetje për realizmin socialist. Kam patur përfaqësues të gëzëndjes Shqipëria para viteve 90. Ne Shqipëria nuk është se ka pasur shumë tradit për punimin e drurit.
dhe vetë industria s'ka qenë e tillë, dhe mua më ka rënë rasti që të restauroj dhe mobilje të vjetra, dhe kanë qenë ardhur nga Rusia, Bullgaria, Italia. Jo prodhime vendi. Jo vendi. Po. Jo, nuk kanë qenë prodhime vendi, që kanë qenë të realizuara mirë. Ka pasur ustallar dhe themi. Po, ustallar, po, jo artist, po. Që punonin, por shumë pak janë ato vepra punë artizanale që vërtet kanë pasur shije estetike të bukura, shumë pak kanë. Po nëse do shisim një bocet ose një skulpturë të vogël drurit të, po themi, në Çeçis Topullit, Naim Flashit, Sami Flashit, Rilindasve, apo figurave tjera të njohura që janë të pakontestuara, sa mund të shkonte një kosto financiare për një skulpturë të vogël, në xhepi, thonë që të shitej, dhe koha që do harxhoje për ta, për realizimin e saj. Në dru. Është për të bërë një skulpturë të vogël dhe një çik më të madhe, është e njëjta po. Po. Nuk sepse afërsisht sa janë. Por unë mendoj me fjalë se duket qesharake, po mund të kushtonte diku te 500.000 lekë një skulpturë e vogël. Një vogël, po. Domethënë e bën vetëm teknologjia, nuk e vlen fare, nuk e vlen. Është shumë e mundimshme për të arritur dhe karakterin e një portreti në dru. Se është ndryshe kur e modelon në argjil, edhe në plastelinë, e modelon, e heqë, edhe kurse druri duhet të jetë shumë i saktë. Bën gabime. Gabimi sfalet të materialit, të drurit. Ju falenderoj Erion dhe ju uroj suksese në punën tuaj. Faleminderit dhe juve, jeni mirë pritur.